Jesi, profesor Xhelel, nga... Është menduar që gjithë procesi të përfundojë, domethënë gjithë procesi të dyrave regjistrimi, do të thënë mbas procesit të aplikimit, jo përsëri pikëzimi dhe raundi i dytë i regjistrimit që është pak më i shkurtër sepse numri i maturantëve ulet, duke qenë se themi 80-85% arrin të regjistrohen që brenda raundit të parë. Brenda të procesit përfundoi një ditë përpara fillimit të vitit të ri akademik, duke dhënë mundësi që 95% ose më shumë të maturantëve, pastaj është faza e lirë raundi i tretë, por shumica e maturantëve ulen në aulat universitare brenda fateve me fillimin e vitit të ri akademik. Jesi dhe një pyetje të fundit, profesor Xhelaj, duke u nisur edhe nga le të themi vitet e fundit, nga 5 vjeçari apo le të themi edhe 7 vjeçari, ka një trend drejt disa degëve të reja për shkak të zhvillimeve dhe degë për shembull klasike, siç janë matematika, fizika, pra këto të mësuesisë, edhe këtë vit trendi mund të jetë, le të themi, më pak? Nuk mund ta them sot. Trend më pak në sensin unë mund të jap disa shifra të para 2 viteve, ku ne edhe menaxhonëm portalin mësues për Shqipërinë atë kohë, në Rashi, dhe kishte kërkesë motamon normal, nuk kishte mangësi për profile të caktuara mësuesie. Domethënë, nëse kishte vende të lira, pozicione të lira pune në për mësues, atëherë nuk është se nuk kishte aplikime, kishte mjaftueshëm aplikime për këto pozicione të lira pune, që do të thotë që ka një kontingjent në dispozicion për vendet e lira të punës që hapen mësuesi. Por do të pasur parasysh që long term gjithmonë numri i atyre që dalin pension, numri i atyre që hyjnë në sistem të jetë pak a shumë i njëjtë, për të mos pasur kontingjent të diplomorësh që rrinë një kohë të gjatë në pritje të hapjes në një vendi pune pa punësuar. Prandaj është kjo profesioni i rregulluar mësuesia, dhe prandaj ka dhe mesataren e lartë në bachelor për hyrje, po edhe në pas bachelor për masterin, për arsye sepse të kërkon studentët më cilësor që të kenë mundësi që të edukojnë brezat e ardhshëm me cilësi. Profesor Xhelaj, ju falenderoj shumë, ishe kënaqësi. Faleminderit për gjitha këto shpjegime. Gjithashtu edhe për mua, shpresoj që të kemi ndihmuar maturantët për të bërë zgjedhjen e duhur në të ardhmen. Faleminderit. Ishim me drejtorin e rritë akademik shqiptar Arjan Xhelaj.